Të nderuar, u rikthyem me personalitetin e dytë për ditën e sotme. Vazhdojmë të flasim mbi temat të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin, vazhdojmë të flasim për temat që ndërlidhen me fatkeqësi të ndryshme dhe tani do të kalojmë në një tjetër aspekt dhe të shohim se cila është në fakt vlera e durimit, e sabrit në raste të sprovave të ndryshme apo fatkeqësive të ndryshme. Pra do të lidhemi në aspektin fetar apo në aspektin e religjionit. Për të folur për një temë të tillë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të jetë Hoxh Omer Dauti, me që dim që shumë raste ka pasur në shoqërinë tonë, të cilet i ka trajtuar pas provave dhe fatkeqësive që ato kanë pasur, kanë gjetur kushtimisht tën atë qetësinë shpirtërore. Prandaj do flasim pikërisht me një personalitet të tillë për këtë temë. Përshëndetje Hoxh i nderuar dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje juve dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Atëherë, gjatë ditës së sotme flasim vetëm për një temë e cila është aktualitet i madh në vendin tonë, që ka të bëjë me tragjedin, me aksidentin, me fatkeqësinë që ndodhi në qytetin e Koçanit, ku humbën jetën shumë të rinj dhe shumë të tjerë u lënduan. Në raste të fatkeqësive të tilla natyrore, në raste të ngjarjeve të tilla të trishtueshme apo me përfundim fatal, siç ishte rasti në Koçan, si shpjegohet lidhja mes të durimit, që ne ndryshe e quajmë sabrit, dhe besimit pa lëkundur në Zot tek një individ i caktuar apo njeriu? Nëse më lejohet, para së gjithashtë shpreh ngushëllime për familjarët të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre. Vërtet që dhimbja është shumë e madhe. Vërtet që lajmi që morëm dje ishte i rëndë për të gjithë ne dhe është një situatë që ne si shoqëri duhet jemi shumë të kujdesshëm se si duhet të sillemi dhe se si duhet të veprojmë në raste të tilla. Dash Zoti i madh që raste të tilla në vendin tonë, shoqërinë tonë, por edhe më gjerë, gjithkund në botë, të mos dëgjojmë dhe të mos shohim dhe të mos kemi. Pastaj falenderojmë Zotin e madh që na e ka mundsuar të njohim atë, të jemi musliman. Falenderojmë Zotin që na ka dërguar Kur'an dhe na ka dërguar shembull praktik se si duhet të jetë një njeri në jetën e kësaj dunjoje. Para së gjithashtë duhet njeriu të dinë se çdo situatë, sado e rëndë, sado e vështirë, të jetë në cilat njeriu kalon, shumë të lehtë e ka në qoftë se njeriu i kthehet Zotit dhe shikon se si na ka udhëzuar dhe si ka vepruar i dërguari i Zotit. Lidhja në mes sabrit dhe durimit dhe besimit, do të thënë sabrit, durimit dhe besimit, është lidhje e cila nuk guxon që dikush të mendojë se ka mundësi njëra të ekzistoj pa tjetrën. Për shkakun se në fund të fundit çdo lëvizje që ne e bëjmë në jetën e kësaj dunjoje, çdo punë që ne e bëjmë për të arritur parajsën, për të arritur shpërblimin që Zoti ka premtuar. Xhenetin, parajsën, nuk do ta fitoj askush nga njerëzit që nuk ka qenë i durueshëm, nuk ka qenë sabërli në jetën e kësaj dunjoje. Neve na bëhet e qartë në librin e Zotit se kur do të ballafaqohen me bukuritë e xhenetit që Zoti ka përgatitur për vepërmirët, Allahu Dhul Xhelal do të dërgojë mysafir të këta që do të jenë engjujt me laqet e Zotit për të vizituar banorët e xhenetit dhe përshëndetja e këtyre do të jetë jo në emër të ndonjë adhurimi ose të ndonjë ibadeti tjetër, por do të jetë në emër të sabrit, durimit. Do thonë paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju o durimtar. Selamun aleikum bima sabertum. Do thonë në start ju bëhet me dija atyre se ju i gëzoni këto mirësi për shkakun se ju në dunjë ishit durimtar. Durimi është çështje e madhe. Durimi është punë e madhe. Njeriu në jetën e tij duhet të mundohet që të merrë të gjitha shkaqet të cilat ja mundësojnë njeriu që gjatë jetës së tij të jetë i durueshëm. Është e pamundshme jeta pa sabër. Është e pamundshme njeriu që të ecë në rrugët e dunjas nëse nuk është durimtar.
Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në surën El-Bekare, ne ka treguar të lumët ata njerëz të cilët mesazhet e Zotit i marrën me seriozitet dhe e mundon që jetën e tyre t'ju apërshtatin këtyre mesazheve. Fitimtar padyshim në dunjë flasim për një jetë të mirë, për një jetë të qetë, do të jenë njerëzit të cilët do të mundohen që të kuptojnë fjalët e Zotit dhe pastaj jetën e tyre ta përshtatin në bazë të tyre. Në këtë rast Zoti thotë, ne do t'ju sprovojmë. Edhe ka përmendur, domethënë, rrugën, formën e sprovave, bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wath-thamarat. Të gjitha këto janë format nga të cilat njerëzit do të sprovohen. Dikush do të sprovohet në aspektin e pasurisë, dikush do të sprovohet në aspektin e humbjes së shëndetit, dikush do të sprovohet në familje, do të sprovohen edhe njerëzit me humbjen e të afërmve të tyre. Do të thonë, jeta në përgjithësi është sprovë. Kjo do të thonë se përket jetës së sprovave në aspektin e telasheve, hallave, brengave, ose thonë ndryshe fatkeqësive, por edhe njerëzit që nuk kanë fatkeqësi, që kanë mirësi, që kanë të mira, që kanë begati, edhe ata janë të sprovuar. Sepse Zoti edhe për këta thotë se edhe ata janë në një farë lloj sprove, se në fund të fundit njeriu do të shpërblehet tek Zoti për dy gjëra. Në momentet të sprovave të fatkeqësisë, ka qenë i durueshëm, dhe në momentin e sprovave të qetësisë, të mirave, të begative, ka qenë falendërues. E Allahu Dhul Xhelal pasi na tregon, thotë, ndërsa ti jepu myshde, përgëzoj kënd ata cilët kanë qenë të durueshëm, dhe pastaj vjen ajeti tjetër, sa bukur, sa mirë flet Zoti, dhe sa nevojë kemi ne në këto ditë dhe në rastet që ne i patëm, se është shumë e rëndë, domethënë, tash mundësia pa dashur dal nga tema, i është dhënë mundësia sot çdo kujt të jep një koment, të jep mendimin e tij. Kjo sa e ka aspektin pozitiv për të na bërë neve në momentet caktuara të reflektojmë, ka edhe atë aspektin negativ se ka njerëz të cilët janë papërgjeshëm dhe nuk janë mirë të informuar. Për shembull, në një moment caktuar kur ti sot e ndan dhimbjen me dikën, shohim komente, ku ishit ju, domethënë, kur ishte rasti në Tetov, ku ishit ju kur ishte rasti atje dhe këtu. Ata të cilët janë sot me këtë dhimbje dhe mundohen në formën fetare, islam, ashtu gjithmonë, si musliman, domethënë që na mëson Zoti, na mëson feja, ne të kemi ndërgjegje, të kemi ndajmë dhimbje, ne të mundohemi që të ofrojmë ndihmën tonë, se i dërguari i Zotit në një rast kur ndodhi një vdekje dhe kaloi, domethënë, kaluan njerëzit që e bartin, domethënë, kufomën, ishte jo musliman, por i dërguari i Zotit, Muhamedi alayhis salam, u çon në këmbë. Dhe sahabët ja bën me dije, pejgamberi alayhis salam tha, bëhet fjalë për shpirtin e Zotit në trupin e tij. Do thonë, bisedat i jashta ndihmës që ne duhet në formën tonë t'ju ofrojmë njerëzve që ju është djeg loçka e shpirtit të tyre, kanë dhimbje shumë të mëdha. Mjafton domethënë që këtë rast ta kthesh në jetën tënde, në familjen tënde, dhe do ta kuptosh për çfarë dhimbje bëhet fjala, kupton. Pastaj probleme tjera, domethënë, se ka pas fëmijë të mitur aty, pse ajo është punë jonë. Ne këtu domethënë jemi për diçka tjetër dhe flasim domethënë për diçka tjetër dhe duhet të kemi shumë kujdes. Sa e bukur do të ishte jeta e njerëzve nëse domethënë do të meditonin për këto fjalë të Zotit. Pasi Zoti përmendi në Kur'an ato që e tham, se do t'ju sprovojmë, pastaj tha përgëzoi durimtarët, cilët durimtarë? Ata të cilët në momente të fatkeqësive, në momente të marrjes së lajmeve të rënda, ne të gjithë jemi kandidat për të sprovuar. Ku e dim ne çfarë ka shkruar Zoti për ne? Ku e dim ne me çfarë do të ballafaqohemi nesër? Ku e dim ne nesër kur do të ngritemi nga gjumi, çfarë lajmi do të marrim? Prandaj duhet jemi të përgatitur dhe duhet të jemi më afër udhëzimeve profetike dhe të Kuranit. Kush janë këto durimtarë të cilët duhet i përgëzojmë? Thot Zoti, alladhina idha asabathum musibe, ata të cilët kur kishin ose kur kanë ndonjë telashe,
ndonjë fatkeqësi, ndonjë problem, ata nga goja e tyre nuk nxjerrin fjalë tjetër përpos fjalës inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi ne të gjithë, edhe të gjithë ne tek Zoti kemi për të kthyer. Prandaj vlen të potencohet shembulli praktik i kësaj çfarë thot Zoti në Kur'an, edhe shembull më të mirë se sa i dërguari i Zotit nuk kemi. Shembulli Muhamedit alayhis salam është provuar me humbjen e vëllezërve të tij, fëmijëve të tij. Jo një. Fëmijët i kanë vdekur dhe i ka varrosur me duart e tij Muhamedi alayhis salatu wassalam, përveç vajzës gruas Aliut radiallahu anhu Fatimes. Dhe në një moment, domethënë, kur mori lajmin për vdekjen e djalit të tij, ishte gjendje e rëndë. Ishte gjendje e vështirë. Ata që ishin shoqëritë të dërguarit të Zotit e pa në një gjendje të rënduar shumë Muhamedit alayhis salam. Lotët në faqen e tij të bekuar, gjendja e tij e rënduar, i mërzitur, i lodhur. Imagjino, ishte përshëndetja e fundit me djalin e tij, edhe sahabët erdhën dhe i thanë: "O i dërguari i Zotit, nuk ishin mësuar, domethënë, në raste të tilla ta shihnin pejgamberin alayhis salam në këtë drejtë." Më thënë shokët. E thanë: "O i dërguari i Allahut ti, pejgamberi alayhis salam na dha një mësim shumë të madh." Tha: "Zemra e ka, më thënë, nuk është e pamundshme që njeriu të depërton në brendësinë e tij. A ka njeri në dunjë që don të mërzitet? A ka njeri në dunjë që don të qaje? A ka njeri në dunjë që dëshiron të kalojë ditë vështira dhe ditë të rënda? Por është e pamundshme, domethënë, se dhimbja këtu brenda. Edhe kjo nuk të pyet. Në momentin, domethënë, kur kjo zin, në momentin kur kjo është ka barë të rëndë, dhe kështu thap i dërguari i Zotit, këtu është problemi, këtu është dhimbja, këtu është mërzia, atëherë tha si të lotojnë, si të janë vetëm tregues të asaj çfarë ka zemra në brenda, dhe e tha një fjalë shumë të madhe, por tha ne nuk themi diçka tjetër jashtë asaj çfarë na ka mësuar Zoti. Edhe përmendi ajetin kuranor që e lexuam më herët, tha ne te Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Këtu duhet një detaj shumë të rëndësishëm me përmend, sepse shoh që ka keq kuptime të shumta në mas, në shoqëri. Lotët nuk janë tregues të mungesës së sabrit tek njerëzit. Për shembull, nëse e sheh një njeri duke qajt, nuk mund të themi se ai nuk është durimtar. Pse kështu themi që i dërguari i Zotit nuk është durimtar. Si ishte durimtar në momentin e marrjes së lajmit të humbjes së djalit të tij. Por edhe lëvizjet e caktuara, për shembull, njeriu ka mundësi të mos i qetë lëviz andeje, këndeje, mos ketë mundësi të qëndroj ulur e kështu me radhë. Dhe këto nuk janë tregues të mungesës së durimit. Nga se mungues të durimit janë pikërisht fjalët që njeriu nxjerr nga goja e tij. Ka mundësi që njeriu të mos nxjerrë as edhe një pikë loti. Ka mundësi njeriu të jetë shumë gjakftohet. Qëndroj domethënë i ulur pas një lëvizje. Por ama në qoftë se ai nxjerr fjalë që hedhrojnë Zotin, kjo është mungesa e durimit. Për shembull, pse o Zot mu? Ose subhanallahu, o Zot çka të bëna që ma çove kët? Po kush je ti me pyet Zotin? Kush të ka dhënë ti këtë leje, këtë të drejtë ti domethënë me marr llogari Zotit? Besoj që Zoti ka një plan shumë më të mirë për ty. Nuk dua të zgjatem në këtë pikën e parë, po thotë më kujto rasti i Ibrahimit alayhis salam. Në momentin e sprovës së djegjes në zjarr. Vjen Xhebraili për ta ndihmuar. Që sa bukur i tha, a e din Zoti këtë punë? A është informuar Zoti? Po është informuar Zoti. Tha nëse Zoti e din. Dhe nëse më le të digjem. Dhe nëse këtu fundi jetës time thonë jam i kënaqur. Ka diçka që Zoti e din më mirë se sa ne. Prandaj tha s'kam nevojë. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Mjafton Zoti. E din ai. Është i informuar mirë për dhimbjen time. Është i informuar mirë për ditët e rënda që jam duke kaluar. Dhe nëse ai më ndihmon, gjithçka në rregull. Nëse ai nuk më ndihmon, s'më duhet prezenca e juve, s'më duhen fjalët e juve, s'më duhet askush.
Pse largues I dhimbjes përveç Zotit, sepse unë nuk kam shpresë tek dikush tjetër përveç tek Zoti. Përveç pjesës së durimit, të flasim pak edhe në lidhje me atë aspektin shpirtëror, pra si mund të forcohet njeriu në këto raste, cila mund të jetë ajo dritë në fund të tunelit, ajo shpresë që mund ta tejkalojë këtë vështirësi. Shiko, ne nuk kemi pasuri më të madhe se sa ajo çfarë pejgamberi alayhis salam na e prusti dhurat nga miraçi. Namazi. Thot Zoti në 2 ajete të Kuranit, në surën Al-Bekare, wasta'inu bis-sabri was-salah, kërkoni ndihmë. Nga Zoti nëpërmjet durimit dhe namazit. Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ajet tjetër, o ju që keni besuar, o ju musliman, kërkoni ndihmë tek Zoti juaj nëpërmjet durimit dhe nëpërmjet namazit. Inna Allaha ma'as-sabirin, nga se të jeni të sigurt që Allahu xhalla xhelaluhu është me durimtarët. Andaj në momentet të provave, njeriu duhet të shikoj një rrugë për të afruar tek Zoti. Duhet t'i merr shkaqet, duhet t'i merr sebepet për të qenë sa më afër Zotit. Kur themi sa më afër Zotit, do të thonë duhet ta kujtoj shumë Zotin, duhet bëj dua shumë drejtuar Zotit, duhet të mbështetet tek Zoti, se për Zotin e madh nuk do të gjej mbështetje tjetër më mirë se sa tek Zoti. Dhe në momentin kur do të vendos të kërkoj nga Zoti, nuk do të gjej përgjigje më të shpejt nga askush në dunjë se sa përgjigjen që do ta merr nga Zoti. Nga se Zoti nuk e lën që robit të tij t'i kthehen duart bosh në momentin kur Allahu e sheh se robi I tij nuk shpreson tek askush tjetër përveç se tek ai. Dhe gjendja e tij ka për të ndryshuar sa çel dhe mshelsyt. Sa njerëz janë sprovuar në të kaluarën dhe kanë kërkuar nga Zoti dhe asnjëherë nuk kanë nditë zhgënjur. Sa njerëz nga ana tjetër janë sprovuar dhe janë munduar që sprovën të kalojnë në rrugë të tjera dhe nuk e kanë kërkuar në Kur'an dhe në Sunet, nuk e kanë kërkuar tek afrimi me Zotin, dhe se kjo sprovë nuk ka kaluar nga jeta e tyre përveç se është bërë edhe më e madhe, është bërë edhe më e vështirë, kanë kaluar, domethënë nga kjo sprovë kanë kaluar në një sprovë tjetër e kështu me radhë. Prandaj domethënë Ibn Kaimi na tregon se këtë domethënë do të njeriu ta mendojë në momentet e sprovave. Dërguari I Zotit para së gjithas më thot Allahu dhul xhelali sprovon njerëzit që I don. Dhe në momentin kur ti e kupton se Allahu dhul xhelal ta ka dërguar një sprovë dhe kjo sprovë është shenjë dashurisë që Allah e ka ndaj teje, në start domethënë njeriu e ndryshon konceptin e tij ndaj asaj çfarë e ka goditur. Pastaj sprovat janë arsye që Allahu xhalla xhelaluhu me ia hap dyert e mirësive të shumta robit të tij në momentin kur ai kthehet Zotit. Sprova është arsye që Allahu dhul xhelal me e thirr robin e tij që të shkojë tek ai, sepse njeriu nëse nuk do të kishte sprova dhe në jetën e tij nga një ditë e mirë do kalonte në një ditë tjetër të mirë, ai do të harronte Zotin dhe do të fillonte që me këmbët të cilat janë në dunjë dhe nuk dinte të ecë, ai vazhdon domethënë dhe me këto këmbë tani që Allahu ia dha, me këtë mundësi, me këtë fuqi fillon të ecë nëpër gjunahe, ecë nëpër mëkate. Allahu dhul xhelal dëshiron që ti thot ngadalë se ka mundësi domethënë të ndryshoj sa ora komplet jeta jote, andaj shfrytëzoj këtë shëndetin tënd për të kthyer tek Zoti. Prandaj në këtë rast vlen përmendet rasti I një gruas në kohën e të dërguarit të Zotit, Umu Selemes. Është përmend hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam për durimin e kësaj. Kjo grua e humbi evladin e saj të vetëm. I vdiq. Besimin në Zotin bën mrekulli, bën mucize, bën gjëra që njeriu me mbështetje tek Zoti sillet në atë formë, në atë mënyrë që është e pamundshme të besohet nga të tjerët se a vërtet e arriti këtë, a vërtet e bëri këtë. Prandaj, në momentin që I vdiq djali, e mori, e rregulloi, përgatiti domethënë kufomën. Edhe burrin e kishte në punë. Në moment që u kthye burri, kjo e priti domethënë e buzëqeshur. Jo domethënë ta trishtoj. E din çfarë ka ndodhur, ku je ti?
pse nuk ishe këtu e të kam betë dunjaja, jo. Me thënë e priti e busqeshur, bile, dhe me thënë, kishte përgatitur edhe darkën. Djali dhe me thënë i vdekur në dhomë tjetër. Kjo dhe me thënë kujdeset, mos me trishtu bashkëshortin e Butalhan, edhe pasi që u stabilizu në qetësun, tha, o burijem, tha, të pyes diçka. Në qoftë se dikush në ka huazu diçka, në ka dhënë diçka, dhe pastaj e kërkon, a do duhet me ja kthy? Tha sigurisht. Tha atëherë burim, tha, Allahu na e dha djalin, tha, edhe Zoti tha na e mor. Kaq. Ebu Talha shkoi këtë ja tregoi të dërguarit të Zotit. Dhe kjo sjellje e kësaj gruaje të madhe e maniti edhe të dërguarin e Zotit. Dhe pejgamberi alayhis salam bëri dua, tha o Zot, për hir të këtij durimit që e kanë bërë, begatoj me pasardhës të xhairit. Dhe kështu ndodhi. Pastaj domethënë këta patën edhe fëmijë të tjerë. Por imagjino domethënë njeriu kur është në lidhje me Zotin, e ka shumë të lehtë, absolut. E ka shumë të lehtë që çdo gjë ta kalojë në formën më të lehtë të mundshme. Meqenëse se folëm për durimin dhe shpërblimet që i sjell durimi, kur shohim fatkeqësitë e përmasave kaq të mëdha, a thua valle pyesim ndonjëherë veten se a ja vlen që të shqetësohemi për gjëra të vogla të kësaj bote, gjëra këto të cilat të rinjët tanë çdo ditë më shumë shqetësohen edhe bien në depresion, edhe shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm dhe nuk kujdesen fort për shëndetin mendor të tyre. Çfarë do ju kishte porositur atyre? Fatkeqësisht gjëra që realisht ne duhet t'i ruajmë shumë. T'i ruajmë me fanatizëm, të kujdesemi shumë, këtë që përmendet punën e shëndetit mendor. Shohim me thënë se po i pjesët njerëzin përgjithësi, po të rritë në veçanti brenda një jave. Për shembull, çfarë ke bërë ti për ta ruajtur qetësinë ose shëndetin mendor, do marrëm përgjigje negative fatkeqësisht. Në qoftë se shëndeti mendor nuk është në rregull, atëherë nuk është në rregull komplet jeta. Po së duhet edhe shëndeti fizik, në momentin domethënë kur ti lejon që një fatkeqësi me të nxjerr në tokë. Prandaj njeriu duhet ta kuptojë para së gjithash se në këtë dunjë çfarë do shkaqesh të merr, sa do i kujdesshëm të jetë, çfarë do lëvizjesh të bën, është e pamundshme domethënë që ai të mos kalojë në sprova. Sepse sprovat nuk janë si rezultati i dëshirës ose si rezultat i gjendjes së tij, domethënë. Sprovat janë si rezultat i asaj çfarë Allahu xhelal ka përcaktuar, atë që ne e quajmë kader, që ne duhet të kalojmë në jetën tonë. Allahu xhelal thotë dhe ne e krijojmë jetën dhe vdekjen për t'ju sprovuar juve kush nga ju do të jetë më vepër mirë. Vepër mirë do të thonë llogaritet njeriu në qoftë se durimtar në fatkeqësi, vepër mirë llogaritet njeriu që përmendëm më herët në raste të mirësive është falënderues ndaj Zotit. Por ama kur jemi tek mënyra e tejkalimit, dallon një njeri i cili nuk është kujdes për jetën e tij me një person tjetër i cili është kujdes edhe mendon domethënë mbi jetën e tij. Për shembull, në qoftë se tash kemi aktual domethënë këtë që ndodhi dje që ndodhi. Njeriu duhet të reflektojë dhe duhet ta pyet veten e tij. Duke u bazuar në ngjarjet që ndëgjojmë çdo ditë. Jetën nuk e kemi të sigurt dhe nuk është në dorën tonë. Çdo moment domethënë pritet që ne dalim prej këtu. Ajo që duhet ta pyesim veten tonë, a jemi të gatshëm për dal para Zotit? A jemi të gatshëm për me dhënë llogari para Zotit? Si është gjendja jonë në qoftë se ne pas një ore do t'ia dorëzonim shpirtin Zotit? Prandaj, i dërguari i Zotit na thret që çdo ditë të jetës tonë, çdo ditë ama, ta jetojmë në raport me llogarin para Zotit, sikur të jetë dita jonë e fundit në këtë jetë. Çdo moment, çdo takim me njerëzit që e ke, çdo përshëndetje me familjarët nga shtëpia kur del, s'ke nevojë të dalësh i hidhur sepse nuk e di në do të kthehesh më. S'ke nevojë të lësh ata të ndihen keq ose rruna Zot. S'ke nevojë domethënë që
ti mërzisësh ata që të mos jenë të informuar, do me thënë ku je, si je, çka bën, sepse prindrit brengosen dhe mërziten. Me thënë reflektim mbi veten tonë, mbi gjendjen tonë. Njeriu nëse është në raport të mirë me Zotin, kurdo që t'i vije vdekja, më lehtë do ta ketë. E dyta, duhet të jemi pak më të kujdesshëm. Nëse të rinjt duhet kujdesen për shëndetin mendor. Përgjegjësia dhe bara bie mbi prindrit edhe mbi profesorët, hoxhallarët, psikologët. Çfarë bëjmë ne për të rinjt tonë? Shoh fundë me thënë akuzat mëdha drejtuar të rinjve. U shkatruan, kanë ndryshuar shoqëria, kanë devijuar, vllau jem, pyet çdo profesor, mos rajon, çdo profesorë, pyetje, ne çfarë bëjmë? Prindër të dashur, çfarë bëjmë ne për fëmijët tonë? Si është e mundshme që një herë të vetme mos me shku me ja kontrollu çantën. Një herë të vetme mos me shku me ja kontrollu telefonin. Një herë të vetme mos me kontrollu nga lëviz ku shkon. Po s'është në rregull. S'është në rregull. Po këtu do me thonë, llogari duhet me dhënë të gjithë ata të cilët por të gjitha fatkeqësitë që i patën, po në këtë rastin e fundit. Mos me ditë fëmijën ku e ke. Mos me ditë vendi i argëtimit. Okej, nuk kemi kundër argëtimit të rive. Por mos me ditë ku argëtojnë fëmijët, si argëtojnë fëmijët. Çfarë kohe? Po, ata do me thënë, këta do me thënë na mërziten me humbjen e jetës, po ne kemi raste të vetvrasjeve, ne kemi raste të përdhunimeve, ne kemi raste fëmijëve që cilët vdesin në spitale, shkaku i drogës, shkaku i mbidozës, shkaku i alkoolit, fëmijë të vogël, 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet. Kush i ka fëmijët i kanë fajt, po edhe ne vetë kemi qenë fëmijë. Nëse ti nuk e ke dikën mbi kokën tënde të kujdesit. Edhe ne do të thonë kemi dasht të ndjejmë atë adrenalinën ose atë dëshirën se jemi rritur, se kemi dasht të rritemi më herët se sa kemi menduar kur do vije koha, ku janë rregulla, do të thonë, të mos lejohet të shitet duhani ndër moshën e caktuar, të mos lejohet të shitet alkooli, të mos lejohet hyrja, do të thonë, në vende të caktuara. E kështu me radhë. Prandaj do të thonë reflektim mbi prindrit, jo do të thonë akuzën drejtuar vetëm fëmijëve, të cilat ka qendruar tërnatën janë anësit, janë skuqësi, do të thonë baba mos më pyet, evladi jem, vajza jeme, bia jeme, djali jem, çfarë është halli jot, çfarë është brenga jote. Subhanallahu, na ka dhënë Zoti mbas dunja. Të kenë telefona, të kenë vetura, të kenë shtëpi, të kenë atë. S'duhen to sen hiç. Apo bash hiç nuk duhen këto. Në momentin do të thonë që ai evlat nuk të ka si krahun më të madh në jetën e tij. Dhe ti nuk je në momentin kur ai do të thonë thirret nga shokët për të deviju. Shikoj ti din në orët e vona, shikoj do të thonë pas orës 12 natës. Këndo ta shohësh me i marrë do të thonë ti pjesë të fëmijë, një pakisje mbi 18 vjet, kreti ki të vogël, kreti ki të fëmijë. Zoti na drejtoft. Zoti na uzoft. Jo rastësisht do të thonë Zoti ne ka bërë me dije, ka për na marrë llogari. O ju që keni besuar, rruni fëmijët edhe veten tuaj. Rruni. Është obligimi jon. Para se të pyesim dhe para se të gjykojmë mbi ata, do të thonë duhet të pyesim për veten tonë, ne do të thonë çka bëjmë për këto fëmijë që i kemi emanet nga Zoti. Cili do të ishte mesazhi juaj për në fund, me qenë se ju dhat shumë porosi në rrafshin social, por cili do të ishte ai apeli ose ajo urtësia e gjithë kësaj që e tham më lart? Unë do të kisha dashur do të thonë të veçojmë në rastin në fjalë. Rrunë nga Zot, edhe pse nuk besoj, me bindje të plotë them, nuk besoj që ka njerëz të cilët do të thonë mundet të kënaqen me një fatkeqësi të tillë. Rrunë nga Zot kemi njerëz të tillë. Kënaqet do të thonë me dhimbjen e një prindi që ka humb vajzën 18 vjet, djalin 16 vjetë. E dyta,
janë ditë, domethënë, ku çdo kush duhet ta tregojë veten e tij. Çdo kush në një farfe forme ka mundësi të tregojë ose të jep kontributin e tij për të ndihmuar. Më pëlqeu mbram dikush, një shok, një fëmijë, një hoxhe, më shkruajti dhe më tha që e ka lëshuar, domethënë, banesën në Shkup, e ka marrë fëmijët dhe familjen edhe ka shkuar, domethënë, në fshat, edhe jo ka lënë prindërve të familjarëve të cilët i kanë të lënduar, i kanë fëmijë, domethënë. Shiko, kjo është një sjellje shumë e bukur për diçka të tillë, domethënë, neve na mëson feja, na mëson Islami. Kështu, domethënë, ishte edhe vetë i dërguari i Zotit. Njeriu më i mirë tek Zoti është ai që është më i mirë me njerëzit, domethënë, për të qenë afër atyre. Pastaj ngushlimi të folurit, domethënë, një fjalë butë, një fjalë mirë, një rast, domethënë, nga e kaluara që dikush është provu, domethënë, t'ju përkujtojnë këtyre, do të ishte, domethënë, dobi shumë të madhe dhe krejt në fund, meqense jemi agjërueshëm, jemi në ditë të mëdhaja brenda një muaji të madh, lusë Zotin e madh që Allahu të mos na sprovojë me gjëra që nuk kemi mundësi ne t'i durojmë, lusë Zotin e madh që raste dhe fatkeqësi të tilla të mos dëgjojmë më dhe mbi të gjitha, ashtu siç çdo qytetar mesatar, domethënë, kishte proteste edhe në Shkup, kishte proteste edhe në qytetin ku ndodhi tragjedia. Dhe është drejta jonë si banor të këtij shteti, këtij vendi, të kërkojmë, domethënë, nga autoritetet që të zbardhet ky rast, por zbardhen edhe raste tjera. Edhe raste tjera, domethënë, të shqiptarëve cilët i kemi nëpër burgje, të vëllezërve të cilët ka kaluar 2 vjet, 3 vjet dhe ende, domethënë, nuk kemi një emër dhe një mbiemër, domethënë, mbi fatkeqësinë e autobusit që dhimbjet tek prindrit e atyre që humbën të dashurit e tyre është shumë e freskët. Atyre të cilët kam një mik shumë të afërt i cili e ka humbur babën edhe vllaun në spitalin e Tetovës, po, dhe e kam shumë të afërt, e kam shumë për zemër dhe Allahu ja lehtësoft, po e shoh që pavarësisht që ka kaluar një kohë shumë e madhe, kupton? Ai, domethënë, e ka shumë të freskët, domethënë, është e pamundshme që ne të takohemi dhe të mos e kujtojmë rastin, të mos e përmendëm, domethënë, rastin. Me një fjalë, ka ndryshuar jetën, ja ka ndryshuar, kupton. Dhe më e rëndë, domethënë, më e rëndë situata bëhet kur nuk ka, domethënë, një zgjidhje të këtyre rasteve. Përderisa nuk ka zgjidhje të rasteve të tilla, të problemeve të tilla, lirisht mund të themi që problemet të tilla, runa Zot, mund të vazhdojnë përsëri. Allahu na ruaj. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Faleminderit juve shumë për punën që bëni, për angazhimin që e keni, për frymën fetare, jo vetëm në muajin e Ramazanit, por edhe në ditët e xhumoja. Lut Zotin e Madh që t'ju shpërblej me të mirat e tij pafund, mirësitë pafund në jetën e kësaj dhunjaje, në dhunjan tjetër Zoti na bashkon në xhenetet e tij. Në të njëjtën kohë, domethënë, dua të falenderoj komplet stafin, prej tek drejtori dhe deri tek punëtori më i ri në televizionin Koha. Zoti të mira, shëndet e mirësi pafund. Në të njëjtën kohë shpreh keqardhje edhe për problemin që unë të them të drejtën me sinqeritetin më të madh për Zotin e Madh e them. Meqense ne jemi rritur me këtë televizion, jemi rritur me programet e këtij televizioni,
thonë është bërë një kohë bajgje e gjatë. Kanë qenë ato kohët më herët që nuk kishim telefon në dorë dhe kënaqeshim duke qëndruar para televizionit. Njët e kam përjetu si me ndodhë në shtëpinë time. Për shkakun se këtë televizion ne e llogarisim si shtëpinë tonë, e kupton? Dhe shprehim këtë çardhje dhe ndjejmë domethënë bashkarisht dhimbjen dhe dar Zoti i Madh edhe ky rast domethënë të zbardhet. Edhe dar Zoti i Madh domethënë që pas kësaj sprove televizioni ko bashkë me stafin e tij të arrin të bëhen edhe më të fuqishëm, edhe më të fortë, edhe më të mirë, edhe kontributin të japin edhe më shumë se sa domethënë që e kanë dhënë, edhe pse kontributin të kaluar nuk është i vogël. Ne ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj në për emisionet tona, për kontributin tuaj, duke lutur Zotin që ju shpërblej edhe për fjalët e mëdha që thatë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e dytë të ditës së sotme. Vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën përfundimtare të emisionit.